Familjar, miq, bashkëpunëtor, qytetar e përfaqësues të institucioneve të ndryshme, ja kanë dhënë lamtumirën e fundit në varrezat e qytetit të Prizrenit ish rektori të Universitetit Ukshin Hoti dhe ish drejtori të arsimit në Prizren, profesor Dr. Zahadin Shemsedini, i cili ndëroi jetë mbrëm në moshën 78 vjeçare. Në emër të komunitetit të arsimit, nga profesori ndjer u nda me një fjalë rasti, Reshit Kushaj, i cili tha se largimin nga kjo botë e profesor Shemsedinit është një humbje e madhe për të gjithë ne, pasi ai ishte një personalitet i rrallë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në arsim si dhe është quar me veprimtari atletare. Angazhimi i tij jo vetëm në procesin e mësimdhënies, në procesin e udhëhesëve, si udhëheqës i arsimit, por edhe kur ishte nevoja që me pen ishte kryer obligimi Karshikombit, ai ishte ndër të parët me shumë bashkëpunëtorë të vetë që tani janë edhe në mesin tonë, që u mori pjesë në organizimin politik dhe ushtarak që ishte nevoja domosdoshme për çlirimin e vendit. Andaj, pa gjatur shumë, e nderuara familje, ne që patëm fatin të jetojmë në kohën e tij, ai na shërbeu neve si edukim patriotik dhe adhetar që do të mbehet mend gjashtë, jo vetëm për ne, jo vetëm për brezat e tanishëm, por edhe për brezat që do të vinë. Ndërkaq, bashkëpunëtori shumë vjeçar i profesorit të ndjer në Universitetin Hasan Prishtina, profesor Dr. Naim Sylaj, tha se sot po ndahemi nga një figurë e shquar e shkencës, të cilin do ta kujtojmë si një bashkëpunëtor të shkëlqyer, i cili kreu detyrat që kishte para vetes gjithmonë me përgjegjësi të lartë, si pedagog, drejtues e atletar. Unë pata rastin, kënaqësinë dhe privilegjin të jem asistent i profesorit nga viti 1988. Profesor Zadini ka botuar me 10 punime nga fusha e tij e hulumtimit në revista ndërkombëtare. Është autor e bashkëautor i shumë librave nga fusha fizikës për universitet, shkollë të mesme dhe shkollë fillore. Dhe jo vetëm kaq, profesor Zadini në situatat më të rënda të zhvillimit të Universitetit të Prishtinës kreu detyra me përgjegjësi. Ai në kohën më të vështirë për gjithë ne ishte shefi departamentit fizikës dhe më pas prodekan në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore. Pas luftës, profesor Zadini u angazhua maksimalisht për të hapur dyert e bashkëpunimit me universitete tjera, që të shkollohen gjeneratet e tjera e reja. Falë angazhimit të tij, shumë asistent dhe profesor të fizikës vazhduan studimet në Ljubljanë dhe Freiburg të Gjermanisë, po këta studiues sot janë kurrizi i fizikës në Kosovë. Kjo është merit e këtij njeriu për të cilin sot ne jemi të buar. Për sa vite kam punuar bashkë me profesorin, pavarësisht situatave në për të cilat kemi kaluar si popull, ama bashkë nuk patëm kësaj kuptime dhe kësaj interpretime. I tillë ishte profesori Zadin. Profesor Dr. Zahadin Shemsedini ishte një figurë e shquar e arsimit dhe akademisë, i cili me përkushtimin, vizionin dhe angazhimin e tij profesional ka dhënë një kontribut të çmuar në zhvillimin e arsimit të lartë dhe në formimin e shumë brezave.